Pas një takimi me presidentin francez Emmanuel Macron, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se bota po hyn në një epokë turbulence që do të zjasë dhe se është mirë që Serbia e ka një aleate të madhe në Europë, Francën. Vučić u tha gazetarëve se me Macronin diskutoi për çështje gjeopolitike dhe për situatën në Serbi. Kemi diskutuar për një sër çështjesh lidhur me të ardhmen europiane të Serbisë dhe i kërkova Francës që të marrë pjesë në Expo 2027 në Beograd dhe mendoj se kemi marrë një përgjigje pozitive, tha udhëheqësi serb. Vučić deklaroi gjithashtu se çështja më e vështirë është situata në Republikën Srpska, entitet në Bosnjë-Hercegovinë. Kam luftuar që të gjendet një zgjidhje kompromisi, nuk mund ta pranoj që e vetmja zgjidhje është arestimi i presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik. Kjo nuk është zgjidhje, është krijimi i problemeve, tha ai, duke shtuar se i ka paraqitur idetë e tij për zgjidhjen e kësaj krize, por pa specifikuar se për çfarë idesh bëhet fjalë.